që tjetë ballafaqoar me këto. Jo, ajo që është veçoria juaj është kozgjatja, pra sot është dita e 60, e 60. E 60 dhe është diçka e pazakonta. Unike. Megjithatë, duket që edhe pala tjetër, të paktën për këtë periudhë nuk do shqetësohet fare ose nuk është e shqetësuar. Ka një plan B nga ju apo do vazhdoni me këtë rezistencë? Shiko, nuk është e shqetësuar, unë do kisha dyshimet e mia, sepse jo më largë se Pardie, kur ne vajtëm te parlamenti, kishe mbi 10 fishin e forcave policore përkundrejt protestuesve. 10 fishi, pra kishe një organizim policisë aq të madh, kishte numër aq shtuar forcës policore, thua ti se aty po vinin protestues me tankse, edhe do bënin reprezalje në kuvend. Ndërkohë që vetëm Po 6 nga ata u plagosën rënda ta. U arrestuan. Jo vajti gjaku ku s'kish ku të vine me. U arrestuan protestues. Do ta mbrojnë ata edhe veten e tyre. U arrestuan protestues të lirë. Dhe ne kemi pamje filmike ku një shef komisariati, po godite policinë, domosdoshmë do arrestohesh. Kush ta jep drejtën ty atë? Ne godasim deputetët me vezë. Dhe po të shikosh protestat në gjithë botën, Macronin e gjuajtën me plëm, ish presidenti Francës, edhe ata protestues e gjuajtën me plëm. Po Helmut Kohl e pesi u vërsulja ka bi për gryke atë që killoj me vezë. Helmut Kohl ishte në vitet 90 dhe ishte një tjetër ajo. Po Macronin e gjuajtën me plëm. Dhe Bruxelli para 2 muajsh u doj. Bruxelli u doj. Bruxelli me vezë mua, kur të bëhet votimi, i flet e votimit atje pa tjetër, dhe atë ndodhi. Po ai nuk na përfaqëson nuk përfaqëson, sepse ka bërë ligje për shitjen e territorit shqiptar. Kush tha? Ata. Ka bërë ligje për territorin shqiptar. Kanë gënjur iranianët. Jo. Kanë gënjur edhe serbofilë, edhe grekofilë. Maleve. Ligje për investitorët strategjik. E thot Evropa. E thot Evropa, ligjin për investime strategjike duhet ta kisha anuluar me kohë. Ligjin për mbrojtje për mjedisin duhet ta përshtasi sipas ligjeve europiane. Pse s'e ka bërë? Jo. Se Marta Kos doli... Tani po i mbyllim kapituj. Jo, Marta Kos doli para 2 jave. Para 2 jave Marta Kos... Marta Kos para 2 jave tha janë në rregull. Pas 2 jave na presoni doli dhe tha nuk janë në rregull, tha duhet të sfuqizohet. Ka kohë ajo. Kur di vi kohë. Atëherë, avokat, lutem mos shkojmë te kapitulli. Themi te protesta. Si po e shikoni këtë moment që është një moment, si thua, ke parasysh kur asgjë nuk lëviz, pra politika nuk lëviz, protesta vijon rutinën. Ndërkohë duket që të dyja palët e kanë lënë për në shtator betejën. Si e komentoni ju këtë? Shikoj që kanë lënë ndonjë betejë në shtator, këta vazhdojnë ritualisht atë pjesën e protestës së tyre, me numra aq sa janë, por dhe 2 veta tjenë që të protestojnë, për mua është protest, nuk përbën element sa numra janë. Problemi është që çfarë kërkojnë. Dhe ne bashkë kemi qenë, unë ta kam thënë që unë jam dhe i ngelem simpatizanti i 10 ditëshit parë të protestës, e cila me të vërtet ishe një protestë që kishe kërkesa sociale, kishe për pagat dhe pensionet, kishte për pjesën e kostave të larta të jetesës, kishe probleme me arsimin, shëndetësinë, administratën, emigracionin. Pra, kjo proteste 10 ditëshit parë, për mendimin tim, qëndronte më e fortë, më e mbledhur dhe më e strukturuar. Pra, ky është momenti më i artë që protesta të kalonte në një betej ultimative. Pra, ultimatumin këta nisën shumë gabim për mendimin tim, sepse në fundit me këto negociosh për të zgjidhur problemet. Do i zgjidhësh me atë pjesë të politikës i ke. Ti sot, kur ti thua sot që unë ty nuk të njoh, ti do ikësh, kushtetutë e re, do fshish gjithçka e tjera. Me fjalë, ishin disa elemente të cilët ndoshta edhe nga dëshira dhe nga nxitimi, këta arritën në pikën e vetkënaqësisë që ju s'bëni. Si mund të negocojmë avokat me personin që ka bërë gjitha këto? Një sekond. E para njerë që unë jam që i kanë kaluar 2 sistemet, unë të pakëtën dhe Endri, dhe ne jemi një brez që kemi kaluar, duhet të dish që asgjë nuk mund të shbëhet çfarë është bërë, në asnjë shtet të botës nuk është bërë ajo që është bërë, vetëm updatohet dhe riparohet.
Patjetër, ne nuk kemi Pra po thua, jo revolucion, po evolucion. Edhe një, në çdo